Ai ka ardhur Orhan Ismailit fundi politik. Orhan e humbi garën për Prishtinën, nuk arriti me shku në ballotazh, përkundër që u përpoq goxha shumë. Kjo është humbja e dytë në Prishtinë e Orhanit. Në fund i mori gati 29.000 vota, plus e bani PDK-n partinë e dytë në asambli. Disa mendojnë se humbja në Prishtinë është fundi i karrierës politike të Orhanit. Unë mendoj që nuk është fundi politik i Orhanit. Orhani ka arrit me fitu 29.000 vota në Prishtinë, një terren absolutisht anti-PDK. Në disa lagje të qytetit Orani ka përformu goxha mirë, duke dalë i pari ose i dyti. Pastaj nëpër fshatra që tradicionalisht janë kënd rrogoviste, Orani ka çalu. Me garunën llogën e PDK-s në Prishtinë e ki humbjen e sigurt, hala pa nis gara. Llogaja e PDK-s u kon barë për Oranin edhe në këtë zgjedhje. Bile kjo vret në dallimin me vota për Oranin si kandidat dhe për listën e PDK-s për asambli. Dallimi është i madh. Orani ka 7-8.000 vota më shumë se PDK-ja si parti për asambli. Pra prishtinalitë e kanë preferuar Oranin si kandidat më shumë se PDK-n si parti. Orani ka arrit me shndrru degën e Prishtinës në degën më të madhe të PDK-s në krejt Kosovën. Plus PDK u bë konkurrente në Prishtinë. Orani e hapi partinë për kadrë të reja si Besiana Mosmorati për shembull. Orani që 6 vite është politikani më i popullarizuar në PDK. Në vitin 2019 u kon i dyti më i votuari, po ashtu edhe në vitin 2021. U kon më i votuar edhe se Bedri Hamza që u bë kandidati i PDK-s për kryeministër. U kon po ashtu më i votuar se Memri Krasniqi me 2019 e 2021. Në vitin 2025 Orani u kon i treti më i votuari pas Bedri Hamzës e Memri Krasniqit. Kjo tregon që Orani është politikisht i fuqishëm, aq i fuqishëm sa atash duhet më mësy garës për të parën e PDK-s. PDK ka dy rrugë përpara sipas meje. Ose me vazhdu me kandidat si Bedri Hamza që nuk ofrojnë diçka të re politikisht, që janë krejt në një vijë politike të PDK-s, ose me Oranin që mundet me bë PDK-n atraktive për votuesit e rinj. Rruga e parë shndron PDK-n në një parti rajonale e pavrejtshme në Anamaro, Vllap, e Gollak, Gjakove, Pej. Pra me mirëmbajt votën aktuale me vend numëru, me menaxhu votën që kanë tash për tash. Rruga e dytë në kupton me ia dhon një mundësi rritjes, ama një gjë është e sigurt. Orani ka dalë faqe bardhë në këtë zgjedhje në Prishtinë.